është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Koha Vizionin dhe me Klan Radio. Po shpresojmë që keni filluar javën si është më së miri. Po shpresojmë që i keni pas vikendin shumë mirë. Po ne kam domethënë dritaren hap edhe po bre, mu jak ngjyra. Është hera e 15 për këtë vit që po votojmë. Halo. Ja kena marrë dorën ç'tashta. Kur po shkojmë te shkollat. Hey, çfarë bën ata? A diçka tha Juna, çika jam, domethënë 6 vjet, halo jo 7. Pa ja pas kanë rrugishten. Se herën e kalu me këtë. Para mendoj ka mojt mena jo. E këtu fa shenja që po i vendosin që unë kam shumë të vogël, veç një pik. Ja pash diku na komplet gishtin ja kishim bë. Po ka dash vetë ashtu, a di që mu po ka cilët me po, a kemë votuar. E kishin të prut disa pika, po nejse, uroj që gjithçka ka shku mirë. Sa i përket procesit, nuk e di që ka pas, edhe pse si kum përcjell me ju tregu drejtën, nuk e di që ka pas ndonjë raportim për ndonjë incident ose diçka gjashtë. Po, ja kanë domethënë të lezetshme. Jo për tu disa persona që po nejse, po shpresoj që kanë më marrë ata që i din këto punë. Se na zdina. Çka kesh tu ju kallzuar në këto momente? Që nga ky moment mundin me na dërgu foto, me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara në SK të tilla. Po që s'ka. Edhe me mujtë në me informu krejt pjesëtar të tjenë komunikacion. E ja, Fiona Gjema të rëshupa, Kështu e hek një letër. Po, shtu e hek një pej, as ju ka kop një pej bol. Kam ju tregu se qka kina me forë sot. Për temën, po, kolegu ime ka përgjedhur temat për këtë javë, jenë shumë simpatike, shumë interesant. Të shkojmë edhe ju që ka po mendoni. Sot kena me folë për dështimet. Në përgjithësi, a mujnë me u konsideru si një fillim i ri? Apo fundi gjithçkaje, qysh e shihni ju dështimin, ose qysh e keni pa në momentin që e keni përjetu, ose ju ka ndodh, a ka qenë fundi për diçka, apo ka qenë një fillim i ri. Kështu që po presim me na tregu në 049 978 978, a mund të jetë dështimi një fillim i ri? Kjo është tema për sot. Po dëgjojmë këngën e parë për sot edhe kena mërikë. Po bre, kur penin kështu me zopë të përqenë edhe ma shumë. Po bre, se adin veti të ja thonë dishysh për menshëm sopa. Kënga është sot mes Ritës dhe Yllit, se s'kina mujt me ndëgju këngën. Edhe po e kthejna këngën për mja këthy disponimin fjollë. Faleminderit. Fshati Shkabaj, kolone gjatë për tek stacioni autobusve. Pra, nga fshati Shkabaj atje kolona, vazhdojnë tutje deri tek stacioni autobusve. Rruga Gim Ramadani është me kolon për juve që keni me shku në drejtim të komunës nga Udhkryqi Menzës dhe Ana Sjelltas deri tek Udhkryqi Menzës. Kolon shumë e gjatë dalja e autostradës në Vetërnik, disa kilometra, dhe qasja për të krethi i Çaglavicës nga Vetërniku lart, por edhe Ana Sjelltas në drejtim të Prishtinës për mju qas rrethi Çaglavicës. Këto dhe informatat e para që kanë arritur sa i përket komunikacionit e që kena me prit për gjatë tonë emisionit me na tregu për secilën pjesë ku do që ka kolon, thjesht veç një foto, edhe na informojnë na pjesëtar të jenë komunikacion, ndërsa për këta që janë në përvetura në këto momente, mos harroni me u dal tek pikat e petrol kompanisë, me rimbush makinën me derivate më cilësore, që bëni më shumë kilometra dhe që futen lojë shpërblyese për shumë shpërblime, po shpërblimi kryesor është një vetur. 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, e kështu me radh. Edhe ndoshta njëri prej jush ka me u bo me vetur 3 nga Petrol Company. Ja telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Qazimi jonë. Hajde Qazim, përshëndetje, qysh e kalove këtë fundjavë? Mirë, të motra, shumë mirë. Të motra, bravo. Hajde tregom dështimi, a mundet me qenë një fillimi i ri? Ose a për tyja ka qenë fillim i ri? Jo, nuk mundet me konë që ose qifte, nuk mundet me konë. Ti nuk e shet dështimin si fillim të ri, a? Jo. E përseti babën që ka më vizën. Hajde urive babës. Alo me viza? Për ku Qazim? Në Amerika, në Londra, në Angli për shembull? Itali, e ka më baba, jam me vizën. Po s'ka nevojë për vizë baba? A ndoshta vizë pune, ha? Po. A vizë pune? Për me jetu ndoshta me punu atje. Okej, se për vizit mo... Jo, mos ka nevojë. Shqyr mos e kemi atë problem. Hajde gëzuar për babën, okej. Faleminderit Qazim, tung.
Sarani një torë të gëzuar vizën. Që shumë mërë një kësi fjona, PC për meni fjallën viza, dhe në mërë, ana e kanë këthy, se po për me punu, kanë nevoj për viza pune, tash do shtete e ka lecu pak procesin, Gjermania më duket i pat lecu disa ligje, po kanë interes, na imi na këto e bënë madin, veç me shkuova atje me ndrejsh. Po atje jo api ma shumë zërë. Po dhe di, jo është e ditur, do me thënë historikisht. Për që ata po... Nejse, para se me shkutit e telefonata tjetër, po du mundu alë qëtu të Enza, që jetu e kliku, se në Enza, tash nëntori e dijes që e kemi Black Friday në nëntor, edhe shumica e dyqaneve të na, do me dhoni fillojnë para prakesht Black Friday, e Enza e ka nis e para. Ka nis me zbritje t'jash zakonshme, nga 30 deri në 70% keni zbritje, çmime speciale në Enza, kështu që shkoni, shfrytëzoni, sa ka ende në stok, se shkojnë shumë shpejt, kështu që shfrytëzoni zbritjet, mandej keni mundësi edhe atë këndin që e ka përmend Cimi, këndin jo, po me kriju setin tuaj, me kënd, me tavolinë, me komodin, me çka dush, mundesh me kriju një set, edhe aty keni zbritje. E posh ato. Ato po. Ti shron zbritje 50%. 50%. Po. Tash qau bëna e mirë ula najta që aty. Nejse, tash është do më thonë Tash do mundësia. Zbritjet po të fund vitit ose prej nëntorit dhe tutje janë ideale për me i shfrytzu edhe me ndru ato që ka ja ke mësy moti. Okej. Alo, përshëndetje. Telefonata. Përshëndetje. Kush na shëndet? Linda Gagjiloni. Edhe njëra emrin? Linda Gagjiloni. O Lind, si kalon? Mirë vallaj ti? Mirë faleminderit. Apo bjen shin Gjilan? O bo bëm trishtin Gjilan? A bor po bjen Gjilan, a? Eu? E pse bjen bora? Shka gotria, po gatune, po blina. Na, pi blenat gatune. A mundësh me na tregu, a mund të jetë dështimi një fillim i ri? Qysh e shet ti dështimin? është narina të plak. Qka ka lidhe që jetë u plak? Njëri edhe kur plakët mundet me dështu me njës një fillim të ri? Okej, hajt leje pra mësu për gjëgjesh. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim, kalofsh mirë. Na jena tu plak, tha, din që kishe e tasha nuk kupton kjo që do të me pas mësimet, zhvillimet, ja do të bënol. Si del në pension nali krejt. Apo kupton? Që aty nalin. Kanë plot të mendsi. Me digitron e nal jetën. Në fakt njeriu deri në momentin e fundit jetës i çdo është me qenë të zhvillu, të shku përpara. Po s'pe kuptoj. Nëse një fillim i ri për ty mundet me qenë nëse u thënë në drejtim të Gjermanisë, Zvicrës, Slovenisë, Suedisë, Luksemburgut, Parisit dhe anës tjetër. Ose mundet me qenë dështimi i radhës. Nëse veç keni menduar për me udhëtu dhe me shkuën këtë fund vet me vizitu të afërmit ose nëse po doni me i pas këtu. Prishtinaticket.net. Na po shkojmë si vjeta. Jo, le të vinë. Ja, se s'muj pa ata diqysh. Le të vinë. Po masis mundesh shko. Po jo bre, le të vinë, pja blena biletët, le të vinë. Nëse edhe kjo në kryeqytet kjo e fundvitit që po tregu shumë i bukur, kështu që ja vlen me ardhja spora këtu për shtëri. Me shku dikon tjetër. Po ja vlen edhe na me shku me vizitu ato. Na shkojna i marrëm. Gjermanisë për shembull. Ka tregjet e fundvitit në Gjermani ndër më të bukurat në Evropë. O jo bre, tonat janë më të mira. Ne këto. Prishtinaticket.net është operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës me çmimet më ekonomike. Pa unë kum gjet vetën Glam Radio. Ej, përshëndetje djem. Hajde çe telefonata. Ata janë të jashtëzakonshëm. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fjora. Përshëndetje edhe për ty, kush telefonon? Nejat. Nejat nga Peja. Qysh e kemi Pejen sot? Me shi Fjora, ditën me shi, po. E krejt vendi është me shi. Po. Edhe mirë shumë, ka nevojë vjeshta këto e ka. Po, se unë. Që kështu e po që shka me qenë koha. Sot gjithë ditën me shi, nesër ma but. Ajde tregom në gjatë, dështimi, a mundet me qenë një fillim i ri? Mendoj se po. Mendon që po. A ki ndonjë shembull konkret nga eksperienca, nga përvoja jote jetësore? Për veti, e kom lënë fakultetin e farmacisë para 40 vjetë. Po, tani? Beograd. Edhe çka? Para 40 vjetë. Po, edhe po mendoj me vazhdu në Prishtinë, dhe viti derisa ti bëj 80 besoj që e kryj. Tash i kom 68. Domethënë për 12 vjet besoj që e kryj. Po don me vazhdu, a? Po. Okej, a je interesu se e di që është një far limiti kohor se kur mundesh me e vazhdu ose me përfundu? Po, kompyt ka thënë që muj
kom telefonu tash duhet të shkoj një ditë edhe suksese në gjatë, suksese. Bravo qoftë, të thash do të më u zhvillu deri në fund, derisa të kemi energji, derisa të kemi mendje të shnosh, do të me shku përpara. Kur gjo për veti bre? Qa është ajo puna jemi plak tash edhe na që tu nalmi, nuk ka skreja sa ne. Nuk o kjo tem për neve, aden. Nese. Dëgjani ju që jeni në përvetura në këto momente, edhe njerë për ju tregoj ku janë pjesë më të ngarkuara kolon ka dalja e autostradës në Vetërnik. Nga Vetërniku lart deri tek rrethi i Çaglavicës me kolon dhe anasjelltas për tek rrethi i Çaglavicës drejtim Prishtinës. E ngarkuar është pjesa rrugës Agim Ramadani nga udhkryqi i Menzës për tek komuna. E ngarkuar është pjesa poshtë Vetërnikut për tek rrethi Duplex, miqësos rrethi Duplex kolon e 6 gjatë nga fshati Shkabaj kolon e 6. Jo po e 8. Po ju presim me telefonata në 04997898, po dojna me ditë për temën që e kena për ditën e sotme, a mund të jetë dështim një fillim i ri, për ndryshe për juve që mos me dështu ato pakot ju që jeni me para pagim, i keni 3 super pakot, tip mini, tip super dhe tip max tek IPCO, tip mini ka në iPad 100 SMS 200 minuta 3+3 GB, tip super vjen me 300 minuta 100 SMS 8+8 GB që vlen në Ballkanin perëndimor, dhe tip max me 500 minuta 100 SMS 15+15 GB që vlen në Ballkanin perëndimor. Me aktivizu tek dyqani i IPCO-s ose mundri me i gjetë edhe kodët tek ipco.com. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Teuta, si edhe si kalan? Mirë, me juve gjithmonë mirë. Unë vjen shumë mirë. Qysh e ke pas vikendin Teut? Unë mirë, super. A e dojnë e ka jo? Jo. Që nuk ka shpia? Po dhe ma mirë, diçka krejt ka shpia ishin konë këtë vikend. Vesh fjona ish dojnë. Teut, hajde tregëm t'lutna, a mund të jetë dështimi një fillim i ri? Atë ka ndodhë në erë, do më thonë, me dështu diçka edhe me qenë fillim i ri për diçka tjetër? Po. Hajde tregona pa. Para 6 vite më kam smut, kum pas sëllëm në tru, edhe detalisht jëmë destabilizu, detalisht jëmë, kum thonë se eksistan më jetë për mu. Kum nejtën në shtrat, një vite gjys, ta një më quk, kështë në gjoja se në jetë me patarica me kuta t'june, e që ta është ka fillu një jetë e ri krejt për mu. Do më thonë, jëmë tip-top. Edhe punën e shëndetit, do më thonë raste tilla kur na menojna që kena dështu me shëndetin, te tash te ke kthy si fillim 3. Edhe apo ja din lezetin, kallzon drejt. Po, maksimum. Bravo. Vazhdo që ashtu me shiu se cilin moment. Faleminderit shumë që na ke thirr. Faleminderit qofshin. Kalofsh mire pas një pasditë të mrekullueshme. Që shto bre Teutse. Kur mendojmë që kemi dështu në ndonjë aspekt, po kesh tu mendu për vete se zakonisht i thomën e përgjigjet e para. A mos sot diçka se ka thonë. E heshtur, se kesh tu mendu. Unë e di. Çka kisha mujt të konsideru si dështim. Unë e di për fionën çka ka dështu, edhe që e ka bënë fillim 3. E ka pas një vetur tjetër. Edhe do të thonë më shumë rreket të mjeshtri, vetura se kjo s'rreket se shike veturën. Petrol kompani zakonisht çdo 2 ditë. Po, plus. Po, që thëke shkreket e mjeshtri mos po marr rrjedh dikun. Edhe çka buni? Më thonë po atë vetur si dështim që e bleti, e hjeki, edhe shkoj te Toyota, e ka bler një si e gjarë. Një vetur dhe më thonë hibride me 1.8 motor, edhe sot i ka tregoj edhe tabelat shikom, hajt. Tabelat i ka, që do një avë tregoj se dhe ato i di. Për ndryshe për se cilin për juve, që po me ndoni, për me u bo me një vetur të rej, me u knash, edhe mos me pas probleme, tek Autotrade gjeni vetura Toyota me kishim pru plot se dhe aty i poshja e pa një qilo. Edhe qka mundi me bo, po mundi me pagu për mes bankës dhe mi përfitu hiq ma pak se 10 vjetë garanci. A që të regoj ta shumë koleguj që ka mo? Të njare garantiren, a që po përre thaj. Garantoj në emrin tim. Hajde që. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, gjyshem. Qka vish me gjyshem për ta dëna? Si kaloni? Mirë, falimderit, ti si kalon? Mirë, që të ndëgjoj juve. Faleminderit. Po flasim për ato fillimet e reja gjyshe mas një dështimi. A të ka ndodhur ndonjëherë me përjetu diçka tillë? Po, më ka ndodhur që nuk dështoj shpesh, po nuk po mbin nërmen mish në dështim. E di që mas një dështimit një fillim i ri duhet më konë gjithmonë. Edhe që së më heket kur, e kam dështu që ajo është normal që është smuja, të smuja jam në. Okej. Kam dështu 5 javë dhe që s'kumujt më dhe mas 2 javë që kam shkuar në Shkup, që përshëndes për natë të shkuar gjithçysh,
kur i kom marrë kont për dyti herë, ka fillu jeta e re për mu që ku menu që del, ku me nejtë kërës, më ka thonë mjeku për 24 orë, që asë në Shkup, gjithmonë kërës desat kom pymer. Edhe ka fillu jeta e re që 49 vjetë, më vjen mirë. Po pse po i merr një këtë pjesën e problemeve shëndetësore si dështim? Ajo nuk është dështimi askujt, ajo është diçka që ndodh, që nuk është në dorën tonë. Po, dështim se nuk kem shku, dështim se nuk kemi shkuar te mjeku me kohë dhe nuk më kanë ditë diagnozën. Ajo është mjekësia. Okej, do të thonë dështim i dikujt tjetër, jo dështimi yt personal. Edhe unë nuk e kam menuar që nuk jetoj, as edhe një tofshën Kërrac. Edhe ai është dështimi jam. Dështimi i mjekëve, do të thonë, i sistemit komplet, ka qenë një fillim i ri për ty. Po, fillim i ri, shumë i ri. Interesant. Ju përshëndes. Gjysh edhe na të përshëndesim, faleminderit, po na inspironi me këto historia. Po normal, se na i kemi gjithmonë këtu në zemër. Se shpesh shpesh bisedojmë ose na bjen me najtë me njerëz të ndryshëm, po kur nuk e dim historinë mrapa atij personi ose çka ka ndodhur. Po. Nuk është e kota e thënja që rri gjithmonë i këndshëm, i sjellshëm edhe mirë kuptoj njerëzit se kur s'mundesh me ditë çka ka përjetu. Be kind. Po, kolon e gjatë nga zona industriale Fush Kosovë deri tek rrethi i Fush Kosovës. Në këto momente është kjo informata që ka rrit, përveç se po vazhdojmë të qenë shumë e ngarkuar dalja e autostradës në Vetërni Kolon shumë e gjatë. Rruga Gim Ramadani me kolon për te komuna dhe Anasjeltas, rruga Tirana me kolon për te krethi prapa stadiumit dhe Anasjeltas deri te krethi Duplex. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978978. Po, dhe fatoni që Vica ma dërgoi edhe një foto me na tregu Yrjen Prishtinë që është me kolon nga kazerma Demjashari tutje. Faleminderit shumë që po vazhdoni dhe po na mbani të informuar për secilën pjesë komunikacion. Vazhdoni. Vazhdoni. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po ndëgjojemi, shumë mirë, veç hajt jam të bëj që ashtu se shumë mirë po të një. Po, përbese edhe unë e kuptova, po për shoqi i ka bërë hajgare, paka. Kush ka thirr? Pak. Dona nga Prizreni. Si edhe si kalon? Mirë, faleminderit, jo si jeni, si po kaloni? Mirë, faleminderit, edhe ne jemi shumë mirë. Hajde tregona, Dona, a mund të jetë dështimi një fillim i ri? Atë kanë ndodhur herë me dështu diçka dhe me marrë si fillim të ri? Nuk më kanë ndodhur asnjëherë, po besoj që dështimi nuk është fundi i gjithçkaje, por fillimi një udhimi të ri duhet me qenë. Domethënë ti po pajtohesh që dështimi mund të më qenë fillimi i ri, i diçka tjetër. Po, patjetër që ashtu duhet me qenë diçka. S'do të më marrë u kry kjo varpune, u bites që po thoj. Nuk duhet mi hub shpresat. S'bën mi hub shpresat, jo, se na vyn shpresat. Po normal, që të shpresa vdes e fundit. Po se di, nuk e di pse thoj. Unë nuk e di, po që kam dëgju për tjerë. Ç'është kamet? Se vdes e fundit shpresa. Diçka me shpresën i kumprish punë. Faleminderit shumë që na ke thirrur po të përshëndesim. Faleminderit edhe ju, e kalofshi mirë. Tom kalofsh mirë. Faleminderit shumë edhe kjo po të bën fala. U livret pak. Po do më tregu për ideën tim. Për klimat me ide. Hajde për ideën, Meti ma ka dërguar një foto. Meti. Ma ka dërguar një foto po prej Kodrës Rimave për me dal poshtë në qytet. Kolon e gjatë. Po edhe atje domethën kolon. Edhe atje. Nëse deshta mi dërgu për klimat e ideës, për ju që ende s'keni bërë zgjedhje ose po mendoni me bëni një zgjedhje më të mirë, një zgjedhje më afatgjatë edhe një zgjedhje që kam ju kushtuar energji elektrike, do e marr parasysh edhe çmimet, shtrëntimet që bën gjatë dimrit, i keni klimat e ideës, që janë më të mirat, më të qëndrueshmet në treg, që kanë edhe teknologjinë inverter 4. Është një teknologji e re që funksionon në mënyrë që deri në 30% më shumë me kursen energjinë elektrike, duke detektuar se sa ka nevojë me u ngro ambienti dhe nuk ngrohet më shumë se sa që duhet apo nuk shpenzon më shumë se sa që duhet, po më mirë është me marr këto informacione vetë nga punëtorët aty, se na mujna më tregu pak a shumë pavarësisht, po krejt ato detajet specifikat i merrni direkt në showroomin e Mideas. Mandej keni edhe një prej modeleve më të reja, Midea Solstice me AI EcoMaster. Kjo pra është ajo inteligjenca artificiale që na e bën klimën me kursy më shumë rrym sepse rregullon vetë fuqinë varësisht prej ambientit, edhe komoditet maksimal do të keni me Midean. Kaq për sot. Jo, s'ka çka tjetër. Me të pru zgjidhje them në këto ditë diçka që të kushton energji elektrike. Po normal. Me dy durt. Alo. Alo. A më na dëgjon? Po.
Kush telefonon? Ona. Hajtë përshëndesim, të shkojna me tjetra. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve, me kë po flasim? Me Dojën nga Shvedia. O, hajde Doj, çush je? Ka hup Doja. Po brenda ka hup diçka, Doj, ku ke qenë gjithë këto mungesa për çka? Pse ja mos më keni përmend ai dita? Jo na i ditë çdo ditë Doj. Valla mu lemza s'm ka bo. Mos e te prota çdo ditë e kum përmend. Doj, so më ish ashtu. Po na i Doj tjetër ka përmend. Jo, bashkë që Doj. E Doj tash domethënë që s'kemi përmend në emision live ti për çata s'më na thira, apo i bën çashtu? Jo, absolut jo, po pe pamësimës që s'm ka bo lemza. Po s'të bën lemza për nipin. Lemza të bën për dikon tjetër më të lartë që nipi. Doj, edhe na të dojmë shumë. A mundet për që na mungon, për që ato adhe ju pysim, se tamam puna na veç bojmë hajgare, se këto arsyet personale nuk kemi nevojë me diskutu. Ka arsye Doja për nipin, po mos baj gare. Mos ja zbot edhe ti. Doja, mundet me qenë dështimi një fillim i ri. A ka qenë për ty? Po, ka qenë. Hajde, a mundesh më na tregu? Po, në vitin 2000, prej në vitit 1991 kam qenë në Gjermani deri vitin 2000. Okej. Me njëherë si hini në trupat e NATO-s mora vendim u këtuje. Erdhën në Kosovë? Po? U këtera në Kosovë krejt kalt, oj, ku qa i bona detit. Mas 3 vjetë, 2003 i kanë sëjdi me 6.000 deputeti. Okej. Edhe fillimi i ri filloi këtu, tash jam. E për ato 3 vite që ke qëndru në Kosovë, do më thonë me njerë mas luftës, ka qenë një dështimi i vërtet rikthimi, a? Shumë dështimi marrë ka qenë, shumë. Pse çka ka ndodhur në atë kohë? Pa e marrova çka nuk shkoj? Nuk shkoj puna, se ja fillova me punue me disa gjona nga Gjermania me punë Kosovë, nuk shkoj. Dështoj, ishin smujta absolut me marrë vetëm. Okej. Edhe do më thonë në rikthimi në Suedi, ka qenë një fillim i ri mas një dështimi këtu në Kosovë. Po, fillim i ri, fantazi, super. Vjen mirë. Faleminderit Doj. Na nderove me prezencën tënde. O Doj, të përshëndesim. Edhe nipi ma shumë përshëndet. Jeni ma të mirë pashë. Faleminderit. Edhe neve për na zën lemzave, ta kish parasysh. Fionën ma shumë, besa jem ka tut, na mja përmend se gjatë ton emisionit se ka kop lemza 2-3 e kapi krejt. Nëse është kolli, po 2-3 herë s'po guzes me ja përmend. Po, çka me këshyr Doj? Qëret premtën so herë jo kom tirë s'ka mujtë me marrë. Po, Doj, e di unë, e di vishë, në vish tash na ke mungu, kur gjatë tjetër, Doj. Po, ju dua. Edhe na ty, Doj, edhe na shumë. Për ndryshe, po, Doja për nipin, qa bën, ja, shkën në Suez. Atë Doja për nipin shkon në Suez. I thotë që në Suez jam tu knosh. E çoni nipin, po më na shkon për veti. Doja për nipin thotë hatri jot, po shkojnë në Suez, po knasna në ato spate mrekullueshme, pse jo na i masazh Doj. Edhe për ndryshe për juve që dëni me organizu far eventit, ashtu eventet e fund vitit, mos harroni keni ato sallat e mrekullueshme në Swiss Diamond Hotel Prishtina në qendër, Prishtinës jo po në zemër, se në qendër jena na. 033-220000 është numri i telefonit për çfarë do rezervimi që keni me bë në Swiss Diamond Hotel Prishtina, ose kërkoni edhe në rrjetet sociale. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Avni Businca. Prej nga na telefonon? Nga Drenica. Hajde, po, ja ke dorën pi telefonit se ja ke nxon frymën. Hajde tregona, a mundet me qenë dështimi një fillim i ri? Po, mundet të jetë. Hajde tregona ndaj farasti që e ke pasti. Kam filluar një biznes edhe më ka dështu. Edhe tani qysh ke fillim i ri mas dështimit biznesit? Okej. Ikom. Çe telefonata tjetër Fion, tani po shkojnë Adenal. Nuk ki qara ka njarësim pa nis diçka tre. Jeta vazhdon? Çto po do mi di që doja na tregoj, ka dështu këto u kthy atje ka fillu. Ama ka provu. Fillimi i suksesshëm. Po zakonisht ashtu i për anoncimi. Ka dy. Ai bëra edhe telefonatën. Zisha ka fol me mua me çfarë mësu bre deri tash. Çe debo. Ajde bukuroshe, tregon ati dështimi, a mundet me qenë një fillim i ri? Dalla mundet. A ka qenë për ty, rasti? Ka qenë, po zgudzoj me folj. Se zgudzon prej kujt?
Ja, është sekret. Sekret? Po, I kom sekret shtetëror? Apet atër kom vazhdu, shame po tash. Po tash tregona parafërsisht, nuk I nevoj personazhe, ngjarjeve, çka kanë, parafërsisht çka ka ndodhur. Për shembull, kom dash diçka me bo, ka dështu, atër kom fillu apete. Çto të vinë semë, tu pa tu bo. Okej, po e lojme që kaq. Po për ty domethënë është një fillim I ri. Okej. Po, mirë është tash. Faleminderit. Hajde të përqafojmë shumë, jaftë mbar, faleminderit. Gjithashtu. Hajde tung. Po shkojmë Albi. Po shkojmë. Hajde shkojmë. Në Glam Radio dhe në KTV po rikthehemi dhe po vazhdojmë po presim informatat e juaja edhe rreth komunikacionit. Përndryshe jo mos harroni me shku me rimbush makini me derivatet më cilësore që bëni më shumë kilometra tek Petrol Company. Tek secila pikë Petrol Company's edhe mundi me u bë pjesë e lojës shpërblyese, 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona. Edhe ka shumë shpërblime, po ai kryesori është vetura që po e dhuron Petrol Company. Para se me marr telefonatën edhe një herë sa I përket komunikacionit na tregojnë se fush Kosova nga zona industriale me kolon tutje. Pastaj e ngarkuar është pjesa poshtë Vetërnikut deri tek rrethi I ambasadës amerikane. Kolon ka hyrja në Prishtinë nga kazermat e Mjasharit deri tek udhkryqi I Katedralës, nga udhkryqi I Menzës tek komuna Kolon dhe rruga Tirana deri tek rrethi brapa stadiumit është me kolon. Këto janë informatat që kanë arritur në 049978 Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Abeden, si edhe si kalon? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Mirë, faleminderit, edhe ne jemi shumë mirë. Qysh e ke pas vikendin, Abeden? Vikendin në Kosovë janë. Çka je të thonë? Qysh kalove në Kosovë? Loj, mirëve që dështimi I ri ka fillu e dje. Që tash, a e lidhët me ndaj politik, në e sen po do me lidha? Jo, bre, çfarë, po mësum vetë për politik të luta. E çka ka fillu dështimi dje, pra? Tregona, vish mos ma pështjel. 4 orë Stuttgart kena prit. So ke prit? 4 orë. Në aeroport a çka? Në aeroport ka pas defekt teknik. Aeroplani? Po. Okej. Dhe mas 4 ore keni arrit me fluturu për me orë në Prishtinë? Po, mas e u këthy një për Prishtinë, na ka marrë, tani kena fluturu. Që me rëndësi që si një hyp me ato me defekt? Ja, me defekt. Qa është të? Që e keni kuptu sa kona aty në aeroport? Mirë që e keni kuptu, do me thonë që ka pos defekt të ven, Jo atje nalë. Aj me pasuar nalë, vish jam kish bo zonja dhe zotri, po bashkë miru pashim. Abeden, përveç një dështimi, do me thonë tafër që e paske, na I dështim tjetra ki, që e ke bo si fillim 3. Ski, diçka. Okej, knaqën Kosovë, shioje në maksimum, dhe po të falenderojnë ashtë shumë që na ke thirë. Ju falemderoj juve, jeni shumë të mrekullueshëm. Faleminderit. Do t'i ruajtë ju në muftë. Faleminderit. Klum t'goja. Apo më do këtë akurizë, jo pas ka rrymë, se më do këtë do më thonë pjesa akurizë që është parë, është libra, është prej më nëgjesi do konë që është, më thonë, ma jep keni farë ndjenje, s'po di, hara. A më dëtar që është erësu, do më thonë, banesat, krejt dritat ndalë. Që të nkorrez nuk pe di a kanë rrymë ajo. Kam, po diqyshe pas ka një farë rrymë e datë, po bekt. Po lëshon një drita më qajnë. Mos kanë shru me qerinë është ta. Edhe mund ze pak edhe pak dritë. Po mire Qatë gjendje dhe po, ata të voglit, kështë dhe po. Jemi rikëthy. Koko. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër nëse kemi. Okej, deri sa vjen telefonata tjetër, dhe ishta me ju të rëgu që deri sa kem në albim. Aty e dini tashmë që e kemi Rubinin në katin e dytë, me një dyqan të jashtëzakonshëm, me një linjë të jashtëzakonshme të stolive nga ari dhe diamantët. E keni linjën e diamantëve ari 18 ose 14 karat dhe linjën e diamantëve të certifikuar. Domethënë keni stoli nga diamanti për personat e zemrës, qoftë për vete ose për ai edhe ti personi vetës për po çështë. Personi I zemrës për vete, po çështë jam rreth do të kanë herë mi thon vete do ta vishte ti e zemra jam ani. Po faqen vete. Tash sot sabat do të thon ke koha pak e shtir kështu,
Edhe e lutësha me të mirë, hajde bre që loqka jam hajde s'te shumë i mirë. Zemra ja. Hajde kesh pak. Kur e por që s'pe merë ashtu, dhe më thonë që se onë këforën të jakun kap veshin. Qu! A mujtë na i shkel kështu? Po, me menze. Edhe kështu tak, këse përmas. Një të letë. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ty, kush na telefonon? Jam Neta nga Prishtina. Qysh je, a je mirë? Mirë, jo. Mirë, për mrekulli edhe na, tregon për dështimin. A e sheti si një fillim të ri? Jo, nuk shoh, kam fillime shumë të mira, po vdeshta vetëm t'ju përshëndet se keni emisionin shumë të bukur. Faleminderit. E vlerësojmë. Gjithashtu ju përshëndes. Faleminderit të na përqafojmë. Pse është emisioni i bukur? A pse është Fiona a Arsimi? Jo, jeni dytë mrekullueshëm. Me mi ndosi, me mi... Nejse. Faleminderit shumë për të përshëndesim. Ju përshëndes nga zemra, nga lutimi. Ja, sa që shmurrës, do më thonë Fiona, atë kështu kishte që Kur që s'pona heq, absolutisht. Po tash jemi gjini e bukur, se që me thonë. Po, e vërtet. Mera do i rrugove pak, deri sot ka zëjën e ku ka Kolon. Kolon ka rruga Kim Ramadani nga komuna deri te Kutryqi i Menzës, rruga Tirana me Kolon që ka nga stacioni treni Tutje deri tek rrethi Duplex, hyrja në Prishtinë me Kolon gjatë për tek Udhkryqi i Menzës, pra nga po nga fillimi, nga hyrja në Prishtinë së Sqen ka te kazerma, po pak ma ovra aty te rrethi Duplex Kolona. Pastaj e ngarkuar është rrethi me flamur rrethi spitalit deri tek rrethi rrugës B dhe Ana Sjeltas. Kolon disa kilometra, dalja e autostradës në Vetërnik. Mundonim ju shmang kësaj pjese, sepse është Kolona shumë e gjatë. Ma mirë ka fush Kosova e me ardhë në Prishtinë, se sa me shku ka autostrada dhe me dal në Vetërnik. Është Kolona shumë e gjatë në këto momente. Alo, përshëndetje. Çka u bo më se po na thirr Selvia, s'di kush pe merr lidhjen po na ndërprin, Do shta ka probleme internetin. Spedia me internetin, hajde prova edhe njëre, se po dyshe edhe në që ka problem diçka me internetin, po nëse ka probleme me internet, e keni numrin që mundi me thirr direkt në 049978 edhe nuk keni nevojë, do më thonë, për internet për kësi sene. Zot Kosova e ka sjell proteinën më të mirë, proteinën që pihet, po, më të mirë në Kosovë, për juve që dëni me pas 27 gram protein gjatë ditës, pa laktoz, pa gluten, pa sheqer shtuar e pa këto sene, me shijet ndryshme, shkoni edhe ndalin e merrni atë budingun, me protein, sa i shishe. Ndaq buding, ndaq ato pijet në shishe që janë kështu pak më të mëdhaja. Se u merë që tash janë ita jera. Ti me vanil janë ita jera. Edhe karameli është i mirë. I mirë është edhe ai, po diçka vanilën janë ita jera. Alo, përshëndetje. Faleminderit shumë edhe na ty të përshëndesim. Po më duket ka problem telefoni, si të bjen shija ke po nalet internetin, nalet telefoni. Bot Kolon. Ka aksidente. Vend këtoj koha e keqe, shumicën e kohës, shumicën e vendeve, nuk di domethënë. Interesant është në vend që më gësu që po bjen shi, edhe po me u knas, me dal me hes me përshi. Gjatë fundjavës po, vikendin që vjen, FSK-ja pas ka me bo disa stërvitje me 15 nëntor më saksisht, i bjen e shtunën nëse s'jam gabim, kanë me bo stërvitje ushtarake, marshim, edhe ka me ndodhë në zonën e Gërmis. Tash na e dim që zakonisht fundjavave kemi qef me vizitu parkun e Gërmis, që mos u friksoni nëse shihni diçka më të çuditshme. Po çfarë friksumi kur ti sheh ata? Po tash jemi një popull me trauma, kështu që nën kuptohet që mund mu friksu, po në anën tjetër shijojeni se me siguri ka me qenë diçka shumë e bukur për me pa, ta djem edhe vajza të reja që i bojnë ato stërvitje edhe mu krenu me ta definitivisht. Kështu që me 15 nëntor, nuk e di në sa ora, nuk e kanë cek, po ka gjatë kësaj periudhe kanë thonë ka me pas lëvizje të komësorisë dhe pranit të pjesëtarëve të FSK-s në teren. Alo, përshëndetje, po dufka me dalë këtë. Shku me boat po dufka me dalë. Jo, pa, kush na ka telefonu? Një zonjë nga Xhilani. Si një zonjë, si kaloni? Mirë, jo si po kaloni. Mirë, faleminderit. Se keni pas ditën zonjë? Shumë mirë, edhe pse me shi mirë, unë jam një zonjë anvise, jam prej shtëpisë, nëse kisha mujtë më përgjigj për... Hajde veç vazhdo të luta. Për dështimin e fëmijëve. A mund të jetë dështimi një fillim i ri? Po. Hajde tregona ndaj rast. Po si jo nuk duhet më dorëzu. Rastin për cekit e fëmijët e me, të djalit. Po. Ai prej 11 vjeçe kena pas qenë futboll me ushtru. Por rreth djali shkojnë shkollë të mesme,
Tu një rinia jashtë krejt, jo atje se pak i nakon ekonomisht verës ka punu burrin ndërtimtari, fëmijat vogël e krejt qështo. Ta në shkoj e latë ushtrimet e futbollit, se u deshke edhe kushte me pas, shkoj nësoj dite i afërmi. Ka nejt aty 10 muj, prej aty që shkoj Norvegjit e dikush tjetër, të një shok, edhe aty ka nejt një vjetë e gjys, 2 vjetë e gjys, nësoj di, kur u këthy, pak pa i bu 20 vjetë. Kur u këthy djali anes, ta në u dasht mi anis me shku në shkolle, vazhdoj edhe një vetë shkollës mesme, ta në shkoj fakultete, registroj juridikun e kryti, ta në sa ishke në fakultet si student për me shku në Gjermani, po që ke pandemia në 2020-ën. 2020-ën. Ju pranu atë, po si filloj pandemia që ju anullun ato farë vizat e punës e krejt për 3 muj si student. Edhe apet me këtu imponojke ka pak, edhe në shkollojke. Po tamon e kryti fakultetin, një filloj si praktike dhe mu pregatit për master, për juridik, na po ka ju bo që dikush i ofërmi, shumë i ofri familjes, i dole ndime dhe ta shto se mësoj di që 4 vjetë. E si vjet i ka marrë letrat permanenta që shithojnë atje. Po, e trego me futbol që ka boni bese e zemën për këtë futbol. Valla ndesh me dit, ka me gjejk, po si dole atëhera në shkollt mesme, se i qajke ajo se s'pi bëj reklam futbolit. Po, jo se do ma thonë, në përshtetat jashme, në përshtetet jashme i qajke, Kosovën, Danimark sidomos. Edhe tani u mashtru i ri edhe na si prindërise. Ta shti djali ka 30 vjetë, unë anës 50 vjetë, do me thonë, 19 vjeçare kur jam bonon. Po. Okej. Me rëndësi që pas ka pas tash sukses dhe pas ka vazhdu tutje. Po, do me thonë se kjo që njeri nuk vonë u dërzu, se kur ka dështime, edhe unë si nonën stop, a vidin që shtu i kumë folë, që djali si më ka marrë rukët keqe, shumë mirë është jetë dukun ashtë në shkolluar. Edhe shumë, ako nuse, se që shjetë tu e livdu vish me ta gjithë një nuse. Jo, nuk ka pëjsha. Qëfore e kështë marrë nuse, bre, ka dole. Qëfar nuse e kështë gjithë djallit? Vo, vallaj. Qëfare do na i vetë? Ja, se bjerra po du me dit. Te qëfare kështë pos qef me apo djallit nuse? Në qësh ishtë dosh me udok nusja? Nusja normale dhe... Që normal, që është normal për një nonën e po du me dit? Po normal, kisha pas qep edhe me pas të mirë me tona të mirat. A kështë se nonës? Mirë me tona të mirat? Kushe donë qa djallë, se unë e vetë për vetë jem kon nuse e re, se kum pas problem pas unira. Ta ma pas të bëj ka nusja shoqe vjerën? Po, valla. Po, basa votin ka mu kon shumë... që me dhëmë vjerë mirë, ma merë mendja nëse qilën edhe ajo qashtu. Edhe nëse s'qilën ti duesh me bo qashtu ngëm? Ja, vëlla i kom thonë djallit. Qka i ke thonë? Pak si ta shot, dishka që kom thotë se une, një nuse që e donë burrin e vetë, një duhe, një femën që e donë burrin e vetë, ma merë mendja që ja respekton edhe familjartë. Po, me respektu te po. Me që reciproke, pa njëse. Me respektu edhe me dash, dikon, se unë qashtu për vetje, kom dash burrin ten. Ajo s'po din me respektu. Se ka shumë raste që e dojnë fëmijën e vetë, po nuk e dojnë zgjedhjen e fëmijët vetë, kështu që duhet me qenë reciproke respekti. Ja, po normal, edhe unë qashtu kom thonë, edhe unë djallit i kom thonë, gjeje i shala qfar na po ke vit që ki të mirë, se kam jetë për me... Aja ke ble 5 lirë Ja, la njera. Ta këshyru njera. Ja, s'ka nuse kështu. Të këshyru me veritona së veritat. Ja, tha, ja epi nej bitcoin. Tha, s'ka më 5 lirë. Po, ma mirë. Ma mirë. Ishte ke mundësit me të natë mirë. Faleminderit që na ke thirrë, na kënaqe pas një pasditet mrekullueshme. Faleminderit. Edhe ju gjithashtu veç dashta me... Jo, mirë u kënaqem. Po, faleminderit shumë. Jo, bashkë në temë, ma për djalin që del në Isen të kallzoj. Ani bën mirë. Ka me dalë musim kënena të këshyri. Sa 30 vjeti pa ta, brendoj e do. Ti me mgu muja nisim ledh 5 lishat. Ti bënë gati. Une drejt hanës, dherit premten, gjdo dit jam me juve. Jashtë na kur të mbjeme që umnin të thonë është një nuse, që umnin të thonë që i kemi diçka nga nusët, shrumë sa hrojone. Dije që për ty. Ani, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, të shëndesim. Kong se bonëm veç e s'di sa këna përmen qëto me bo, po se bonëm qëto për me gjithë nuse. Jo, mos asë bëzga bo me hyja se rrugë. O, isha shkri, bre.
Ti se Ti ishe shkri, po ti kush ish djeg. Po let djegën tash me bo pa u djeg, a den çu ka thon. Dashnia djeg. Ja shtoksor pe shoq që po thirr po skena ko. Se po të qef me koni fundit. Pa qef që me koni fundit, po qef Fiona. Ej, faleminderit shumë të gjithëve për çdo telefonat, për çdo mesazh edhe që gjithmonë jeni me emisionin ton, na shkruajtës, na telefonut, na e ju falenderojmë edhe vlerësojmë jashtëzakonisht faktin që jeni gjithmonë me neve. Vazhdoni qëndroni me Glam Radio se edhe për një orë tjetër kena me qëndru bashkë në frekuenca tona. Mundeni me na dëgju në glamradio.fm ose duke e marrë aplikacionin tonë në telefon edhe aty na keni live 24/7. Përndryshe për ju që më na dëgjoni, për na shikoni këto momente edhe s'mund vazhdoni me neve, shihemi nesër në edicionin e dytë për këtë javë. Jo, mos harroni me bo ato që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni, paqit, plot shëndet.